A ke dëgjuar ndonjëherë këtë fjali? Perëndia im, pse më ke braktisur? Këto janë disa nga fjalët e fundit të Jezusit në kryq, por nuk janë thjesht fjalë dëshpërimi. Kjo është fjalia e parë, vargu i parë i Psalmit 22 në 10-ën e vjetër, që është shkruar rreth 1000 vite përpara lindjes së Jezusit. Në kohën e Jezusit, burrat dhe djemtë e hebrej i mësonin shkrimin përmendsh. Për të cituar një psalm, ata përdornin vargun e parë si referencë. Pra, kur Jezusi tha këtë, Perëndia im, pse më ke braktisur, ishte sikur të thoshte, shiko pak Psalmin 22. Dhe po të vazhdosh ta lexosh Psalmin 22 është me të vërtetë tronditse. Ja çfarë thot ky psalm. Më kanë shpuar duart dhe këmbët, ndajnë midis tyre rrobat e mia dhe hedhin short tunikën time. Ato hapin gojën të tyre kundër meje. Dhe gjitha këto në fakt janë detajet e kryqëzimit të Jezusit që po ndodhte përpara syve të tyre. Imagjino në fakt ti të jesh tek ajo turm dhe si hebrej e ke mësuar përmendsh këtë psalm dhe pa pritur e kupton në fakt që ajo që ishte shkruar përpara rreth 1000 viteve, profecia po ndodhte tani përpara syve tu. A mund të jetë kjo prova që të duhet për të besuar? Na e tregon mendimin tonë më poshtë. Zoti bekoft.